Edhe tashti është shumë i mirë, një pilaf me oriz shumë të lirë. Të dashur mikës, sot do bëj një recet me oriz kokërgjat. E kam dhe qese, nuk është e kam bërë një oriz të shtrenjtë. Unë punoj për shtresat në nevojë edhe për masën e gjerë të popullsisë, ato që janë keq në ekonomia, si do që t'jetë, po të dishta gatush edhe kjo oriz është shumë i mirë, i basmat është, kokërgjat, i lirë është, ka marrë një gotë oriz të këtil me mojë, sigurisht. Në fillim do t'i hedh pak vaj, pak. Edhe pjesën tjetër do t'ja hedh lëng, që t'i japi dhe shije, dhe pak ynyra duhet jetë me shumicë se tek ai orizi tradicional. E lejmë pak të ngrofet, duhet patjetër t'lyni për të heqë edhe aromën e kepës, ja, masi ynyra lëzon bulza, i hedhin dhe kepën e vogël fare, që mos vjera kepë, po gjithmonë t'lyni i jep shije shumë të mirë, nuk do e lejmë të ngjyroset, do t'a ul edhe un pak temperaturën, do t'i hudhi fije me kryp, kepës, edhe pak piper të zi, se do t'i hedhim edhe sipër, po sa për të mytë aromën dhe për t'i dhënë një farë shije. Tashi munohem një përzi shpejt e shpejt, që mos vigjet qepa, orizi duhet të shplajt, sidomos kjo zbutet në ujë të ftohtë në çesme, se e fut në një kullesë dhe kalon mirë. Kjo oriz shton më shumë se ai tradicionali. Tashti hudh orizin. E ka përdis shpejt e shpejt orizi. Duhet që orizi t'y gjiti në ynyr. Duhet të nxehet pak kokra që t'i hudhim ujë, duhet jetë i valum, dhe unë ujin e kam lënë në një vatër të ndezur, që t'jetë i valum, që mos bëhet çullapik. Masa është një gotë me moj nga këto, edhe 2 gota e gjysmë me ujë. Unë nuk e du shumë të fortë orizin, duhet pak t'jetë i butë në fyt, se e hande fëmijë, hande ne. Tashti orizi u ngroh, e kam me lëng pule, mund t'i jeni dhe një koncentrat, mund t'a leni dhe vetëm me ujë të nxehtë, po pilafi do pak saltanet, them unë, që të bëhet dhe i shiqëm. Tashti do t'a ul fare, ja se mori val, do t'a provoj për kryp, do t'i hudh pak piper të zi, se jep shumë shije, sidomos kur e bë pak me qep, merr dhe një shije shumë më speciale, edhe pak krypa që duhet jetë me karar. Jo, do dhe pak. Tashti e muloj me kapak, rreth 20 minuta, pastaj në furrën e nxehtë që kam vu qoftet, do vej edhe pilafin, po, zjarri shumë i ullët, dhe e lejmë, derisa ta përthithi të gjithë lëngun. Tashti pilafi, kam nxjerrë këto bulzat, i shikoni dhe vetë. Në furrën e kam të nxehtë se kam fut një recet tjetër me qofte furre, dhe në qoftë se nuk e keni juve këtë pjesë, atëherë lejni 10 minuta në zjarr të fortë furrën, dhe mbylleni pastaj dhe futeni pothuajse në këtë mënyrë tenxherën, siç e keni përgatit, edhe bëjni 1 letër pjekje gjithmonë pilafit, i vret 1 letër pjekje sipër, edhe do t'i hedh edhe pak lyn për t'i dhënë shije dhe për ta shkriftuar edhe kokrën. Pak sa me ly letrën. Do t'ja hudhi emrena, ja hudh saj pjesës letrës, të duket sikur është me kapak. Edhe e mbulon sipër. E fut gati në furrën e nxehtësinë si puna saçi. E kam gati për në furrë. Tashti pilafin e nxora në furrën. E kam lënë 20 minuta, ta përthithë mirë të dali kështu i shkrifët me anë një piruni. Dhe po të doni që ta mbani edhe mas dite vonë e tërë në darkë, të ngrohtë, letrën sipër, mos e veni kapakun dhe futeni në atë temperaturë sobe pa ngrohtë fare, ajo shkriftohet më mirë, na bëft mirë dhe ne.